Nga letra drejtuar Filimonit. Një letër dashuriet e Perëndis. Filimonit Pali i burgosur i Jezu Krishtit dhe vëlla Timoteu, Filimonit të dashur dhe bashkëpunëtorit ton, motres Ampi, bashkëluftarit ton Akripit dhe Kishës që mblidhet në shtëpinë tënde. Hir dhe paqe mbi ju prej Perëndis ton, Atit dhe Zotit ton Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim duke u kujtuar gjithnjë në lutjet e mia, sepse po dëgjoj për dashurinë tënde dhe për besimin që ke ndaj Zotit Jezu Krisht dhe ndaj gjithë shejtënorëve. Që bashkësia e besimit tënd të bëhet e frytshme nëpërmjet njohjes së çdo të mirë që është në ju për shkak të Jezu Krishtit. Sepse ne patëm gëzim të madh dhe për dallim nga dashuria jote, sepse me anën tënde u vëlla zemrat e shejtënorëve tu për të rinë. Prandaj edhe pse kam liri të plot në Krishtin, të urdhëroj atë që duhet të bësh. Më shumë më pëlqen të lutem për dashurinë, kështu siç jam unë pali plak dhe tashti edhe i burgosur i Jezu Krishtit. Të lutem për birin tim Onesimin, që më lindi në prangat e mia, i cili dikur s'kishte fare vlerë për ty, por që tani është shumë i vlefshëm për ty e për mua. Të cilin ta dërgova përsëri dhe ti prite atë si zemrën time. Do të desha ta mbaja pranë vetës, që të më shërbente në vendin tënd në prangat që kam për shkak të Ungjillit. Por nuk desha ta bëj asgjë pa mendjen tënde që e mira të cilën do të bësh të mos jetë nga detyrimi, por me dashje. Sepse ndoshta për këtë arsye që ndar prej tejet për pak kohë që ta kesh atë përgjithmonë. Por jo më si sklav, por shumë më tepër se sklav, vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty sipas mishit ashtu dhe në Zotin. Nëse ti pra më konsideron shok, prite si të isha vetë. Dhe në qoftë se të ka bërë ndonjë padrejtësi ose të ka ndonjë detyrim mi ngarko mua, unë pali i shkrova me dorën time, unë vetë do të paguaj që të mos të them ti më detyrohesh edhe veten tënde. Po vëlla, ma bëj këtë nder në Perëndin, ma përtëri zemrën në Perëndin, të shkrova me plot besim se do të më dëgjosh, sepse e di se di do të bësh edhe më shumë nga sa po të them. Më përgatit njëkohësisht një vend për të ndenjur, sepse shpresoj se për hir të lutjeve tuaja do t'ju dhurohem përsëri. E pra faj burgosur i bashkë me mua në Jezu Krishtin, Marku, Aristarku, Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi të bëjnë të fala. Hiri Zotit ton Jezu Krisht qoftë me frymën tuaj. Amen. Ti prite atë si zemrën time. Kjo fjalë e Perëndis është për të gjithë ne. I drejtohet Perëndis gjithsecilit veçanërisht dhe na fton. Dhe në qoftë se kemi me ndonjë njeri, ndonjë ndarje, me ndonjë vëlla, ndonjë divergjencë, në qoftë se na ka bërë të padrejt, ndonjë vëlla në ndonjë gjë, ti thot atë, pra si zemrën time, thot pali, ta pranosh atë. Për vëllain pranoje dhe ta pranoj në shtëpinë time. Le të vazhdojmë nga gjërat më bazë. Ta pranoj në zemrën time, ta hapi zemrën time. Sepse thot pali, ose na thot Perëndia ne, nëse ke bashkësi me mua, nëse unë jam që kam bashkësi me Perëndin, kam bashkësi me dashurinë, që është Perëndia dashuri, atëherë si nuk lëvizin dhëmshkuria ime kur vëllai më kërkon falje dhe unë nuk e fali. Kur vëllai im ka ndarje me mua, ka divergjencë me mua dhe kalon koha dhe qëndrojmë ashtu, i pa shqetësuar sikur të mos ndodhte asgjë, dhe mund të jenë dy persona në të njëjtën në shtëpi, burri dhe gruaja, babai dhe fëmia, nëna dhe vajza, dhe të mos flasin për ditë, të mos flasin me njëri tjetrin, të mos flasin vëllezërit me njërin tjetrin dhe duam të shkojmë në qiell. O, nuk shkohet në qiell kështu vëllezër dhe motra, por të kem bashkësi me Perëndin, të shoh të kem bashkësi dhe të pranoj dhëmshurinë e Krishtit.
sepse për dashurin e ti në kryq të Golgotës jam unë dhe ti sot këtu. Por jo vetëm ne, për dhe gjithë vëllezërit tonë. Ma nuk kupton. Ma e kam shpjeguar kaq herë, nuk kupton. Mos vallë, unë kuptoj, unë dhe ti. Mos i kuptojmë të gjitha. Nuk i kuptojmë të gjitha vëllezër dhe motra. Jemi të mangët, por nuk na thot Perëndia për të na gjykuar, por për të na treguar dobësinë tonë, por me Perëndin jemi të fuqishëm. Dhe nëse unë jam i dobët dhe ti i dobët, edhe vëllai yt është i dobët. Edhe motra jote është i dobët. Dhe të gjithë jemi të dobët, lavdi Zotit, dhe të them dhe diçka. Unë e di se ku jam i mangët. Dhe më falni vëllezër dhe motra që them, i shoh mangësitë e mia për ditë në jetën time. I shef edhe Krishti. Çfarë të shoh? Të shoh mangësitë tua për një moment që bëhet diçka apo thet diçka. Mos ndodh kjo kurrë në ne. Por të falim, të japim, të dhurojmë, të falim. E falenderoj Zotin, thot Pali, për Filimonin dhe të kam në lutjen time sepse dëgjoj për dashurinë dhe për besimin që ke. Pra ke dashuri, ke besim në Krishtin dhe dashuri dhe për vëllezërit e tu. Dhe mundësisht dashuria për vëllezërit e tu është kaq e madhe ku thot se të shenjtit gjetën prehje nëpërmjet tejet. Pra është gjë e madhe që nëpërmjet tejet të gjen prehje të shenjtit e Zotit. Pra të flasësh, të përqafosh, të shofësh, të marrësh telefon, të vizitosh vëllezër dhe të gjenje prehje shpirti gjithë secilit. Të thonë, erdhi vëllai im, më përqafoi motra, më kujtoi vëllai im. Pra të vetmuarin, të dobtin, ai që është i harruar, që është i sëmur, ai që është i mashtruar, ai që është larg dhe i vetëm. Këtë nuk do të bëjë dhe Zoti vëllezër dhe motra. Këtë të bëjmë edhe ne, me ndimin dhe me hirin e Perëndisë, sa të mundemi. Dhe nga që patën dhe mshuri të shenjtët për njëri tjetrin, ne thot Pali dhe për ne sot Krishti kemi shumë gëzim. Kur të shenjtët gjen prehje në ty, ta dish se Perëndia, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë ka shumë gëzim. A do në t'i japish gëzim Atit? Përqafo vëllezërit e tu. Do në t'i japësh gëzim Birit dhe Frymës të Shenjtë të lavdi Perëndisë. Kam shumë prezencë në ty, i thot. Kam ardhur atje në Koloset, në Filipo, ku kam ardhur, ta kam folur, ke besuar, hape kishën, shtëpinë jote u bë kish, u futën në veprën e Zotit, ti, gruaja jote, djali yt, Akripi, gëzohemi për ty, sepse të shohim që shërben në veprën e Zotit. Por çfarë ka, po të thoja unë Filimoni, gjithçka mirë, pse do të shtosh diçka në mua? Por ka një kujdes që duhet të japësh Filimon. Ekziston një vëlla. Kush është ky vëlla? Do të thoshte, po të flisnin gojarisht njëri me tjetrin, është dikush i cili të bëri të pa drejt. Mua kush më bëri të pa drejt? Një që nuk ishte vëlla, të bëri të pa drejt. Por tani ai shërptori që kisha, që i dhash kaq shumë, do të thoja, shumë më tepër nga sa duhej t'i jepja. Po, ai që të bëri të pa drejt, ai njeri që të bëri të pa drejtat, dhe do të thonim, po, me të vërtet të bëhe pa drejt, të mbytë drejta jote shpesher, po e kuptoj këtë. Po, por erdhi ora që të shoh dashurinë tënde të vërtet, ta pranosh atë që të bëri të pa drejt. Sepse tani Filimon dua të ngjis në një vend më të lartë, të mos duash vetëm ato që të duan, sepse këtë bën edhe bota, por të sjellin në një pikë që të përdorin në mënyrë të lavdishme në veprën e Zotit. Vëllezër dhe motra, ju lutem, kjo fjalë është për të gjithë kishën. Por që të përdori, do të duhet ti t'i pranosh të gjithë vëllezërit. Do të hapësh zemrën tënde që t'i pranosh të gjithë,
të mos jetë as edhe një në zemrën tënde që të mos mund ta pranosh, as edhe një të mos jetë. Për këtë arsye vi thot Pali tek ti Filimon dhe të them për atë Onesimin i cili ishte i pa vlerë për ty, por tani do të jetë shumë me vlerë. Ma Onesimi të jetë i vlefshëm për mua, ai njeri që më bëri të padrejt, ai njeri që nuk flas me te, po, ai që ti tani thua se nuk është asgjë më për ty në jetën tënde, ai ka për të bërë dhurat e Perëndis që të hynë në mbretërinë e qiejvet. Dhurat e Perëndis do të jetë për ty, Filimon. Mjafton që të bindesh, të pranosh këshillën, thot Pali, të cilin Onesimin po kthej përsëri mbrapa tek ti, sepse doja ta mbaja pranë meje të më shërbej në prangat e Ungjillit, por pa mendimin tënd nuk do doja të bëja asgjë. Dhe është gjë e mrekullueshme, vëllezër dhe motra, se si na respekton Zoti, se si e pranon mendimin ton dhe dëgjon mendimin ton. Nuk dua të bëj diçka me zor, lavdi Perëndis, e lavderoj vëllezër dhe motra Zotin, por doja të të pyesja, thot. Dhe vjen i përëndishmi, i plotfuqishmi Perëndi të më pyes mua që jam prej Baltet, të më thot të lutem pranoje vëllain tim. Perëndia i përjetshëm, në vend që të më jap urdhër, shko, vjen dhe përullet akoma Perëndia i përjetshëm. Vëllezër dhe motra, kuj Perëndije ti besojmë? Si mund të thot zemra jon, Zot je i egër, i ashpër? Perëndia është i mirë, vëllezër dhe motra. Nëse diçka nuk kuptojmë, nuk e kam kuptuar akoma. Prite orën e Zotit. Prite do të vi Perëndia të jap. Do të vi të tregoj. Mos pak, mos u kthem mbrapa, por vazhdo, qëndro pranë Zotit. Dhe vjen në atë moment dhe thot Pali që të mos jetë kjo me detyrim, por ta bësh me dashje, se mbase për këtë arsye je ndar pak për momentin me te, në mënyrë që ta shijosh tani për gjithmonë. Të jesh gjithmonë me te, jo vetëm këtu në këtë jetë, por edhe në përjetësi, ma me njeriu që më bëri të keqe, me atë. Nëse të bëri ndonjë padrejtësi, nëse të ka bërë diçka të padrejt, tani që po lexoj, tani e kuptoj. Nëse të bëri të padrejt, mbase është bërë ndonjë gabim, do shta është bërë diçka pa e kuptuar, por edhe nëse të ka bërë të padrejt, ose të detyrohet diçka, të ka borxh, domethënë, çfarë do të thotë të ka borxh? Ju kujtohet gjë, i thot detyrimi, ju kujtohet ai detyrimi që ju fal i gjithë borxhi që i kishte dhe ai shkoi dhe gjeti një bashkëpunëtor të tij që i kishte pak borxh, pak dinar, dhe zuri përfyti, eja këtu të të them unë tani të më japësh detyrimin që më ke. Mos vall, disa herë bëhemi të tillë dhe ne, dhe nuk i flasim njeriu ton, nuk i flasim vëllait ton, mbajmë turi, më falni që them, dhe nuk flasim edhe në kish akoma të mos i flas vëllait apo motrës time për këtë arsye apo për një tjetër. Dhe vjen Perëndia, vëllezër dhe motra, të na thot, nëse se të ka bërë ndonjë të padrejt, nëse të ka ndonjë borxh, llogaritë tek unë. Ma llogaritja këtë Zotit, ma më bëri të padrejt, mos kërko vëlla dhe motër. Edhe nëse të është bërë pa drejt, mos kërko. Më mirë, thot, të bëhet, të pranonit ju bëhet e pa drejt. Dhe nëse të bëhen një gjë e pa drejt, lavdi Zotit. Perëndia nuk i shef, e shef pa drejtësinë. Nëse ke problem më vonë, do të ta mbuloj Perëndia, ekonomik flasim, do të bëjë Zoti dhe do ta mbulojë Zoti. Pra, për çfarë do lloj problemi që të kesh, të jetë bërë për çdo padrejtësi, a nuk ka mënyrë Zoti që të të ngushëlloj, të të forcoj? Jep, ofro nga ato që Zoti ka vënë në zemrën tënde.
Dhe Perëndia do të vijë sepse thot, llogaritma mua borxhin, thot Krishti, dhe do ta përmbush Krishti. Kush do ta përmbush boshllëkun tënd? Njeriu apo Jezusi? Jezusi duam. Amen, vëllezër të motra. Ai do të na jap atë zgjerimin e zemrës që t'i pranojmë vëllezërit ton. Nëse të ka bërë të padrejt, llogaritma mua, thot, unë pali i shkruajta këto me dorën time dhe unë do t'i paguaj. Shërptori i Zotit, unë shkruajta me duart e mia dhe do t'i paguaj mundësisht. Kush? Ai që ishte i përndjekur, ai që është bërë një objekt diskutimi për të gjithë botën, që është në burg, që është shërptor, që është i fundit të gjithëve, që është dhe i përçmuar akoma edhe nga vëllezër, ai thot se unë do të paguaj dhe vrapon në veprën e Zotit, pavarësisht prej kësaj do të bëj punën e tij sepse bën të qadra dhe thot se unë do t'i paguaj të gjitha sa ta ka bërgj. Kemi shembuj vëllezër dhe motra, kemi shembuj mbi të gjitha të Krishtit. Po vëlla, dua të ta kem këtë hir të Zotit, çfarë fjalë është hirit, fjalë dashuriet. Ju kujtohet se çfarë lexuam për Krishtin. Unë gjit si një degëz e njom nga një tokë e thatë. Bota është një tokë e thatë, por ne jemi bijtë të Perëndis dhe duam të ndalim si një degëz e njom të vogël mbase të vegjël, por të mbushur me dashuri dhe me mëshirë, dhe Perëndia s'do të na lejë. Ma qetëso zemrën në Zotin. Bindju fjalës duke qenë i bindur se do të më bindesh. E din pra Zoti se do ta dëgjojmë, do t'i bindemi. Nuk është vetëm që dëgjuam fjalën e Perëndis, na pëlqeu, nuk na pëlqeu, e pranuam apo nuk e pranuam, por edhe t'i bindemi mundësisht, ta realizojmë mundësisht. I bindur dhe të shkruajta se shumë nga sa të kërkoj do të bësh. Kjo ishte zemra e Filimonit, vëllezër dhe motra. Dëgjonte fjalën e Perëndis, e realizonte dhe mundohej të bënte më tepër nga sa kërkoheshin. Të jepte më tepër dhe të bënte më tepër në veprën e Perëndis. Dhe në këtë më përgatit edhe një vend që të më mikpresësh, sepse besoj se Zoti do të më sjellë përsëri tek ti. Pasi të përgatisim pra zemrën tonë, ta mbushim me dashuri të Perëndis dhe të ofrojmë të gjitha sa tham me hirin e Zotit tek vëllezërit tonë dhe tek njerëzit me të cilit kemi të bëjmë dhe jemi të përdit me ta, atëherë Perëndia na premton se po vjen, me përgatit vend që dhe se nëpërmjet lutjeve tuaja unë do t'ju dhurohem përsëri ju. Dhe atëherë ishte një njeri, pali, shërptori i Zotit, kurse sot do të vijë vetë Krishti të na dhurohet nëpërmjet lutjeve dhe nëpërmjet ngjitjes në malin e lutjes. Amen, vëllezër dhe motra.